Abdulkadir arrin të shpëtojë Hakanin. Hakani, trembur nga ngjarja që përjetoi, gjen justifikimin për të larguar Züleyhan dhe fëmijët nga Çokurova, duke i thënë asaj se do të shkojnë në një muaj mjalti. Fikret së bashku me Kerem Ali viziton Zeynepin tek shkolla ku ajo punon. Fikret fton për mëngjes Zeynepin tek shtëpia e tij. Aty ai i tregon historinë e dashurisë së tij me Mizhganin. Züleyha niset bashkë me Fadikun dhe fëmijët në udhëtimin e saj me Hakanin. Ajo ja u beson në rezidencën Gafurit dhe Xhevrijes. Vahap i thot Betylit dhe Sherminit se po nuk pastruan shtëpinë e tij, është më mirë të largohen. Betyl është në kundërshtim të urdhrit të tij, ama Shermin nga ana tjetër nuk dëshiron që ato të ngelen në mes të katër rrugëve. Züleyha i thot Hakanit se ajo ndjen se ai po i fsheh diçka asaj. Gafur kujton me mall Sanien. Xhevrije as pak e kënaqur nga fjalët e tij. Abdulkadir gjen Betylin dhe Sherminin në shtëpinë e Vahap. Ai u kërkon atyre të largohen menjëherë nga ajo shtëpi. Me justifikimin për t'u larguar, Hakani thot Züleyhas se do të shkojë t'u blerë disa lodra fëmijëve. Züleyha vendos të ndjek Hakanin. Hakan telefonon Abdulkadir për të mësuar nëse ai ka mësuar diçka rreth armikut të tyre. Hashmet Çolak vëren se arma e tij mungon. Ai e kupton se Shermini ka gisht në zhdukjen e armës. Çolak shkon tek shtëpia e Vahap për të kërkuar këto të dyja. Züleyha nuk ndalet, i vjet përsëri pas Hakanit. Shermini tregon Betylit se ka vjedhur një shumë parash tek Çolak. Züleyha zbulon takimin e fshehtë mes Hakanit dhe Abdulkadirit. Ajo mëson të vërtetën mbi sekretin që fsheh Hakan. Hakan zbulon se Züleyha ka ikur. Ai kthehet dhe kërkon në rezidencë. Hakan shkon dhe i kërkon ndihmë Fikretit për të gjetur Züleyhan dhe fëmijët. Betyl i thot Sherminit se ka bërë një plan për Züleyhan dhe Çolak. Fikret mbledh të gjithë njerëzit e tij për të kërkuar Züleyhan.
Xhevria nuk po gjente askund gjyshen Azize, punëtorët e rezidencës në kërkim të saj. Azize është shehur në garderob, duke i bërë një lojë xhevries, meqense kjo e fundit nuk i përgatiti ëmbëlsirën e saj të preferuar. Në mungesë së punëtores, Zeynep kalon kohë të bukura me Kerem Aliu. Züleyha telefonon Fikretin dhe i thot atij se është e lodhur nga sekretet dhe gënjeshtrat e Hakanit. Ajo i thot Fikretit se nuk dëshiron që Hakani të jetë në dijeni të vendodhjes së saj. Hakan dëshiron të di se ku ndodhet Züleyha. Fikreti i kërkon atij që të mos i mbajë më të fshehta Züleyhas. Fikret dhe Hakan shkojnë tek Züleyha dhe i shpjegojnë kësaj të fundit situatën në të cilën ndodhen. Gafuri tregon Züleyhas se Azizen nuk po e gjejnë askund. Azize del nga vendi ku ishte fshehur, duke u ankuar tek Züleyha për xhevrien. Fikret mëson se Zeynep, gjatë mungesës së punëtores së tij, ishte kujdesur për Kerem Aliu. Fikret arrin të bindë Ali Rizan që të dëshmojë kundër Abdulkadir në prokurori. Hakan gjen djalin nga Libia dhe i shpjegon se nuk ishte ai që vrau babain e tij, por Xhaxhai. Djali insiston që do të vazhdojë me akmarrjen e tij. Abdulkadir e qëllon për vdekje. Nga dëshmia e marrë e Ali Rizait, prokurori përgatit një fletë arresti për Abdulkadirin. Kjo ishte përmbledhja e serisë 137 të serialit Tokë e Hidhur. Ne dëshirojmë të di mendimin tuaj se cila pjesë e kësaj serie ju pëlqeu më shumë.